Jemi në pjesën e tretë të bisedës me doktora Liliazin. Pejgamberi ka thonë për shkak dhe prej parashenjave të kiametit, parashenjave që do di, thot, do shumë interesant ka thonë, do të shumohen femrat dhe do të vijë koha kur në 50 femra do të vijë, një hadith, një rivajet thot, 40 femra, tjetri në 50 femra do të jetë një mashkull. Po, dhe shkenca kanë mendu, po. Njerëzit kanë mendu përpara, ndoshta do të bëhen lufta dhe mashit më tepër do të mbyten. Mirë po, sot zbulimet shkencore para 10 vjet e vërtetuar. Në një qytet të Italisë, ku ishte një fabrikë kimike, pa vonë edhe në Gjermani, kishte ardhur një eksplodim. Femrat të cilat kanë punuar aty, thot 10 vjet më radh s'ka lind asnjë fëmijë mashkull, nga se substancat kimike, uraniume sot rrezative të mëdha e prekin embrionin që lizën mashkullore. Prandaj mashkullt abortojnë gati pa ditur femra, aborte spontane që i themi ne, abortojnë dhe bashkë shumë të fëmijë mashkull. Kështu që numri femrave në atë qytet për 10 vite vetëm një mashkull ka lindur, këtë femra. Edhe në Gjermani, domethënë është kjo baraspesha e parashikimeve. Pra në mënyrë sot rrjetet shkencore botërore janë marrë me këtë çështje. Janë marrë me këtë çështje, duke vërtetuar që është shtim e sipër gjinia femërore për shkak se fetusi mashkull është shumë i ndihshëm. Edhe 3 vjet e para, bilim gjatë lindjes, fëmia femëror që shkenca mjekësisë ende se ka sfigu, fëmia dhe embrioni femëror 3 vjet është ka imunitet më të fortë, që ndron më tepër, pse ne kemi thonë vajzën lele 3 ditë parë jetoj, mos e tatun vetë jetoj. Ndërsa embrioni mashkull shumë i ndihshëm. Edhe vdekshmëria më e madhe nga seksi mashkullor se sa femëror.